ka pendim apo pishman lëk të ti për shkak të, po them kështu figurativisht, divorcit me lëvizjen vetëvendose? Jo, menoj që kemi qenë shumë qartë në atë që ka kemi qëndru, edhe në parimit për cilat kemi thirë. A konsideroj që padrejtësisht ne jemi fut në një situatë palakmushme, për cilën qytetarët e Republikës Kosovës nuk kanë qenë në djeni, as kanë votu. Në kuvend ju e dini që na kanë sjell ligjet për të cilat populli i Kosovës as që i ka në tradit, e lëremoj që kjo mund të shërbej diçka për mirë ndoj shoqërie në përgjithësi në botë. Prandaj mendoj që kemi bën një veprim jo vetëm parimor, po edhe të përgjithshëm, sepse atë qenë deputet nuk është që përfaqëson vetëm vetën tonë apo familjen tonë, po me votën tonë përfaqëson krejt shoqërinë dhe je përgjegjës për çdo ligj që kalon aty, sepse ka impakt drejt për drejt të shoqërisë. Prap atakohet e gjithë shoqëria në familjet në tërësi. Prandaj mendojmë që kemi bërë një veprim të duhur edhe në kundërshtim, pra kur i kemi kundërshtu këtë ligje, por edhe në largim sepse na u bë e qartë se për të vazhdu tutje duhet i votojmë ato ligje. Për ne është e parësyshme ky lloj vendimi i marrë prej ish partisë, pra lëvizjes vetëvendosje, dhe konsideroj që kjo duhet të refuzohet fuqishëm në vazhdimsi prej popullit tonë, ashtu që është refuzu edhe atëherë, sepse pam që në popull edhe janë bë matjet tashmë që mbi 92% e popullit i kundërshtojnë këto ligje. Pra nuk... Oke, do të dalemi gjatë bisedës edhe tek këto ligje. Unë më shumë me sqaru e momenti... Po, dua ta shohim tash një led me fotografi që pak a shumë janë ajo çfarë je ti, karriera jote. Dua ta nisim prej kësaj fotografisë, kam përshtypjen është tek fillimet, kjo e mesit këtu. Kjo e mesit, një tjetër, nuk e kam arrit me sjedh, sepse pak kush e di që unë si 23 vjeqar kam hyrë në politik. 23 vjeç? Po, edhe kam qenë kandidat për kryetar komune atëherë, me AKR-n atëherë, në vitin 2007, me Begjet Pasodhin, ishte atëherë në kulm të karrierës ti, edhe ishte si një ardhjere, primere politike në vend, por që nuk zgjati shumë edhe përmbylla aktivitetin shpejt. Politik pastaj kam vazhdu pjesën akademike në fakultet dhe në vitin 2009 është kjo fotografia këtu në mes, është organizata Iniciativa Pozitive, kemi themelu bashkë me disa shok atje në Rahovec, sepse pam që jeta publike nuk ka pas shumë aktivitet sa i përket rinis, nuk ishin me çka me u marrë shumë pak aktivitete kulturore, sportive, dhe morim iniciativë bashkarisht me disa shok në aspekt humanitar. Fillimisht pastaj